Pak ka komunikuar akuzën për shpërdorim detyre Elvis Roshit, ish kryebashkiak i Kavajës, për tender të organizuar gjatë periudhës 2013-2014. Hetimet, të nisura nga kontrolli i lartë i shtetit dhe më pas nga prokuroria e posaçme, zbuluan se në disa raste operatorët me ofertën më të ulët u përjashtuan padrejtësisht, duke shkaktuar dëme prej 33 milion lekësh. Roshi është marrë disa herë në pyetje, ndërsa aktet i kaluan spakut pas një vendimi të gjykatës së posaçme në mars 2024. Ai është një nga politikanët e parë që ju ndërpre karriera për shkak të ligjit të dekriminalizimit, pasi rezultoi se kishte fshehur akorde kriminale jashtë vendit. Një operacion ndërkombëtar i koduar Ster-1 çoi në shpërbërje në një organizate kriminale shqiptaro-italiane për trafik droga. 9 persona u arrestuan, 8 shqiptar dhe 1 italian, ndërsa hetimet përfshin 15 individ gjithsej. Organizata trafikonte sasi të mëdha kokaine, hashashi dhe marijuana nga Amerika e Jugut, Europa Veriore dhe Spanja, duke mbledhur miliona euro. Antarët komunikonin përmes platformës koduar Sky ECC, e cila u shkodua nga autoritetet franceze. Operacioni u zhvillua në disa qytete të Italisë dhe në Shqipëri, me pjesëmarrjen e 50 oficerëve. Në një kontroll në Brescia u arrestuan një shtetas maroken me mbi 3 kg drogë dhe 5.800 euro, duke konsoliduar goditjen e rëndë ndaj kupolës së organizatës kriminale. Në Belgjik ka nisur gjyqi për vrasjen e Ardit Spahiut. Hetuesit lexuan mira mesazhe të shkëmbyera përmes aplikacionit Sky ECC mes 9 të pandehurve. Procesi kundër Franz Çopias dhe 8 të tjerëve nisi më 5 janar. Nga mesazhet rezulton se Florence Meçia, i akuzuar si ekzekutore, ndiqte viktimën prej disa ditësh në Bruksel. Në një mesazh më 19 nëntor 2020, ai shkruante Franz Çopias se donte ta mbaronte masakrën sepse do të kthehej në Shqipëri për lindjen e gruas. Më 27 nëntor ai dërgoi emoji të ndryshme të Franz Çopias si shenjë komunikimi. Hetuesit thonë se një pjesë e madhe e mesazheve lidhen me Florence Meçian dhe Mikael Qosjan, ndërsa kodi i Franz Çopias shërbente si lidhje mes tyre. Seanca do të rifillojë të mërkurën për të sqaruar më tej rolin e secilit të akuzuar. Autoritetet kanë vendosur masa sigurie ndaj 6 efektivëve të policisë së shtetit, përfshirë një nga njësia speciale Renea, të dyshuar për përfshirje në baste të paligjshme sportive. Operacioni Last Bet zbuloi se oficerët shfrytëzonin detyrën dhe bashkëpunonin për të organizuar dhe favorizuar llotari të paligjshme. 2 efektiv dhe një qytetar u vendosën në arrest shtëpie, ndërsa 4 punonjës morën masa ndalimi dalje jashtë shtetit dhe detyrim paraqitje në policinë gjyqësore. Hetimi nisi në 2025, ndërsa janë sekuestruar 7 telefona celular të përdorur në aktivitetin kriminal. Efektivët akuzohen për organizim të lojrave të fatit në kundërshtim me ligjin dhe shpërdorim detyre. Sot rreth orës 4:35 të mëngjesit në QSUT ka ndëruar jetë i dënuari i sigurisë së lartë, Mihal Pavlo Mërkuri, 47 vjeç nga Saranda. Vdekja ka ardhur si pasojë e arrestit kardiak dhe hemorragjisë në kokë. Mërkuri ishte i dënuar me 10 vjet burg për vrasje në tentativë dhe mbajtje pa leje të armëve. Ai u ekstradua nga Greqia më 20 qershor 2023 dhe u transferua nga burgu i Korçës në Burrel më 15 shkurt 2025. I shtruar në QSUT prej 18 janarit të këtij viti, i ndjeri ju nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale për hemoperitoneum. Për rastin po zbatohen të gjitha procedurat ligjore. Ndërkohë, në një reagim, shefi i reanimacionit në QSUT e përjashtoi mundësinë e lidhjes së kësaj vdekje me faktin se Tirana mbrëmjen e dieshme ishte blackout pa energji elektrike. Ai thotë se i burgosuri ishte në gjendje të rëndë, ndaj edhe ndroi jetë. Jani Aliaj, 49 vjeç, u vra në burgun e Korydallos në Greqi një ditë më parë, ndërsa dyshohet se vrasja është porositur nga jashtë vendit. Aliaj ishte nga Tepelena dhe ndodhej në pritje të ekstradimit drejt Shqipërisë, ku po gjykoi për vrasjen e Elton Çiços në 2016. Ai kishte shpëtuar më parë disa atentateve. Autoritetet greke dyshojnë se vrasja lidhet me prishje pazare droge dhe mund të jetë porositur nga një tjetër shqiptar ende i pa identifikuar. Më 1 janar 2025, Alia ishte arrestuar në Athinë pas 9 vitesh në Arrati, duke ndryshuar pamjen për t'i shpëtuar drejtësisë. Ai u qellua me thik 3 herë nga një 28 vjeçar grek. Plagët në gjoks dhe qafi shkaktuan vdekjen e menjëhershme. Autori ka qenë më parë i dënuar për vrasjen e një shqiptari tjetër, konkretisht Artur Bashimit. Gjykata e Dibrës ka vendosur arrest me burg pa afat për 2 vëllezërit Klodian dhe Klement Kruca, të dyshuar për vrasjen e Artur Leshit në fshatin Zogjaj të Bulqizës. Ngjarje ndodhur në 2018. Ata u arrestuan në Gjirokastër një ditë më parë dhe do të qëndrojnë në paraburgim deri në përfundim të hetimeve. Policia dhe prokuroria po vijojnë punën për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe zbardhjen e rrethanave të krimit.
Ishte konflikti çastit, nuk doja ta vrisja, kështu ka deklaruar Andi Vokri, 28 vjeç, për grupin e Timor, pas vrasjes me mjete të forta të Petrit Ndohut. Ngjarja ndodhi në aksin Mamuras Fushkruj, pranë mbikalimit të fshatit Bushnesh, pas një debati mes drejtuesve të dy makinave. Sipas raportimeve, konflikti nisi për shkak të gërvishtjes së automjeteve dhe e kaloi në sharje e fyerje. Vokri më pas goditi disa herë viktimën me çekiç, të cilin e kishte në makinë. Situata më doli nga kontrolli, shtoi 28 vjeçarin, ndërsa autori është arrestuar nga policia. Një aksident tragjik ndodhi mbrëmjen e djeshme në Laç, ku një 25 vjeçar, Elinor Tusha, humbi jetën pas përplasjes së dy automjeteve. Automjeti i drejtuar nga Aron Zyma ju përplas me atë të Gentian Xhaferit, 23 vjeç, ku udhëtonin gjithashtu pasagerët Leandro Fufi, 23 vjeç, dhe viktima. Xhaferi dhe Fufi u dërguan për ndihmë mjekësore në Spitalin e Traumës në Tiranë, ndërsa Zyma u shoqërua në komisariat nga policia. Hetimet për saktësimin e rrethanave të aksidentit vijojnë. Gjykata e lartë në Glasgow të Skocisë ka dënuar me 10 vite burg 32 vjeçarin shqiptar Liridon Kastrati, pasi ky fundit ishte përpjekur të vriste një efektiv policie me sharre elektrike, një ngjarje që gjyqtari i çështjes e përshkroi si një film horror. Ngjarja e frikshme ka ndodhur më 6 maj të vitit 2024 në Glasgow. Kastrati bëri një aksident duke u përplasur me një automjet policie. Fillimisht ai u largua nga vendi i aksidentit, por më pas u kthye, hapi bagazhin e makinës dhe mori një sharrë elektrike. Ai ndezi mjetin dhe duke bërtitur me fyerje ndaj policisë, nisi të ndiqte oficerin Gary Cohen përgjatë rrugës. Gjyqtari tha se ishte i habitur nga fakti i përdorimit të një sharre elektrike si armë, por duke komentuar pamjet filmike nga kamerat e sigurisë dhe celularët e kalimtarëve, tha se gjithçka ishte horror i vërtet. Oficeri u detyrua të vraponte për një distancë të konsiderueshme nga frika se shqiptari do t'i priste gjymtyrët nëse do e kapte. Dënimi prej 10 vitesh është llogaritur duke nisur nga maji i vitit 2024. Pas vendimit, Kastrati reagoi me agresivitet në sallën e gjyqit, duke goditur bankën e të akuzuarve dhe duke fyer gjyqtarin, fillimisht në gjuhën shqipe e më pas në gjuhën angleze. Ti je një terrorist, i tha ai gjykatësit përpara se të shoqërohej jashtë nga efektivët e sigurisë. Në gjykatën e qarkut të Këlnit po trajtohet një rast i dhunës brutale në botën e drogës. Sipas akt akuzës, një shqiptar mbajti peng për më shumë se një javë një antar të bandës pasi kishte humbur një telefon me të dhëna klientësh. Viktimos i pren 2 gishtrinj të këmbës me pinca dhe u torturua me shufra të nxehta, pjata, thyera e cigare të ndezura. Ai u lirua dhe u dërgua në spital. I akuzuari gjithashtu shqiptar tha përmes avokatit të tij se nuk përdori armë ose pinca, por kërkoi dëmshpërblim, i cili nuk ju ofrua për shkak të shpenzimeve të atit të tij. Viktima nuk dha vendbanim dhe pranon se kishte qenë më parë pjesë e bandës. Vendimi pritet të merret brenda muajit. 4 persona përfshirë 2 zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme në Kosovë janë arrestuar në Prishtinë për rishfete dhe abuzime në lëshimin e lejeve për armë. Zyrtarët dyshohen për keqpërdorim të detyrës, ndërsa 2 të tjerët për pranim rishfeti në sektorin privat. Të arrestuarit u mbajtën për 48 orë dhe janë marrë në pyetje me avokat mbrojtës. Policia kreu bastisje në 4 lokacione duke sekuestruar 7 telefon celular, dosje dhe dokumente të lidhura me rastin. Ministria e Punëve të Brendshme mbikëqyr lëshimin e lejeve për armë, ndërsa ligji parashikon burg dhe gjoba për armë pa leje. Numri i viktimave nga përplasja e 2 trenave në Spanjë ka arritur në 40, ndërsa mbi 150 të tjerë janë plagosur. Nga të plagosurit, 39 mbeten në spital dhe 13 në kujdes intensiv, ndërsa 43 persona rezultojnë të zhdukur. Aksidenti ndodhi pranë Adamuth në provincën e Kordobës, kur një tren doli nga shinat dhe përplasi trenin që vinte nga drejtimi i kundërt. Ekspertët kanë gjetur konsumim të shinave në nyjen që lidh 2 seksione paralele, duke krijuar një hendek që mund të ketë shkaktuar aksidentin, po shqyrtohen ndërkohë 3 skenar, dëmtimi i linjës, probleme teknike me trenin ose ndërveprimi mes tyre. Hetimet vijojnë për të përcaktuar shkakun e saktë të tragjedisë, ndërkohë Spanja ndodhet në 3 ditëzie kombëtare për këtë ngjarje të rëndë.